Ndalemi pikrisht ky kujdesi, forma e saktë, forma e duhur për të marrë sasinë e domosdoshme të ujit në ditë. Pra sasia e lëngjeve që ne konsumojmë varion sipas stinës. Në stinën e verës ne duhet konsumojmë sasi më të shtuar të lëngjeve, por nuk duhet të harrojmë që përmes djersitjes ne humbasim dhe elektrolitët. Kështu që është e rëndësishme që përveç ujit normal duhet të kemi dhe shtesat e elektroliteve. Nga ana tjetër, zonja që janë shtatzana duhet konsumojnë sasi më të shtuar të lëngjeve. Zonjat të cilat janë në periudhën e laktacionit të gjithënjes duhet të kenë sasi më të shtuara të lëngjeve. Por këtu duhet kemi kujdes të gjithë individët të cilët vuajnë dhe kanë në historinë e tyre sëmundje kronike. Çfarë do të thotë? Sëmundje kronike të veshkave, të cilët nuk eliminojnë sasinë e duhur të ujit, kështu që një sasi e tepruar dhe e shtuar e ujit do të sillte dëme dhe mbi ngarkesa të gjithë organizmit në lëngje. Një insuficiencë kardiake, pra një sëmundje e zemrës, e diagnostikuar, edhe kjo ka pasoja nëse përdorim sasi më të shtuara të lëngjeve.